Shkodra i është përullur figurës së Nën Terezës së shpallur shenjtë vetëm pak ditë më parë në Vatikan nga ati i shenjtë Papa Francesku. Në meshë solemne, besimtarët e krishterë kanë marrë pjesë në meshën e falënderimit kushtuar shenjtores më të re, Terezës së Kalkutës. Mesha e shenjtë është drejtuar nga fëmijëtari i Shkodrës Dom Arturiaku, i cili zbuloi rëndësinë e kësaj ngjarje për mbar globin. Kena përjetuar së bashku nga sheshi i shënpjetit fjalët e Papa Franceskut tek shpallte me formulën e shenjtnisë Nën Terezën si shenjtnish. E secili nga ne brenda nesh besoj ka një krenarin, por edhe butësinë hyjnore. Premtimin se kur çdon ta jap jetën për te, s'do ta bjerë, por përkundazi do ta fitojnë. Por duke ndalur tek ngjarjet e rëndësishme të kishës katolike, Dom Arturiaku ndal edhe tek lumturimi i martirëve, proces që do të mbahet në Shkodër me 5 nëntor. Për 50 vite, Zotin u mundun ta zhdukin nga realiteti i jetës. I shkatrun shtëpit, i vran njerëzit, të zgjedhujt e vet. Dhe ja pikrisht këtë vit të mëshirës, Zoti është kaq afër me ne, pasi shenjtoi Nën Terezën, vetëm mas disa muajve do të lumnojnë edhe 38 bijtë tonë. Shembulli i Nën Terezës, theksoi Dom Arturiaku, është një shembull tek i cili gjithë secili duhet të gjejë vetveten. Kushdo e ka takuar Nën Terezën, ka pas një ndryshim jetësor. Takimi me te është ken akt fejet. Ka fol edhe pa fol, përmes syve shpresdhënës e buzëqeshjes shumë gjuhëshe. Nën Tereza u shejtrua në Vatikan me 4 shtator, në moment historik për mbar kishën katolike në botë, ku Shqipëria tashmë ndjehet krenare për shejtoren e saj.